Jemi në shekullin 21. Ti në fshatin Araqin e keja kanalin aty. 22 vjet i kanë rrejt njerëz. U dasht 5 muaj koalicioni vlen tjetë që të sigurohen mjetet financiare për me përfunduar kanalin. Veç do ta them edhe një fakt, pasi e përmendë kanalin Araqin. Çdo miratim buxheti 3 vjetor janë siguruar mjete dhe në fund nuk janë realizuar. Mjetet financiare janë të siguruar për të realizuar ai projekt. Ato mjetet destinohen për komunën. Komunën e menaxhon një kuadër për të cilin edhe unë kam ndihmu që të jetë kryetar komunë. Është i BDI-s. Djalë i ri. Është djalë i ri, e respektojmë, kanë dhënë fjalë më të mira për ta. Pas asaj kam konsideruar se ai djalë duhet ndihmohet, suportohet, edhe mirë që është bën kryetar komune. Edhe po shihet që i ballafaqon do procese pavarësisht rrethanave. Nuk i në atë pjesë, domethënë ai duhet të përcakton afatet kohore të realizimit të projektit. Ka mjetet financiare, duhet të përcakton dinamikën e realizimit, duhet të banë specifikacionet teknike, duhet të shpall tenderimin për projektin fjalë, edhe brenda vitit mund ta ekzekuton. Ka forma ta ndan në llote, ka forma ta ekzekuton projektin domethënë në tërësi. Ajo është çështje që duhet ta menaxhon komuna.